Si e ke parë deri tani protestën? E kam parë si diçka unike që po i ndodh Shqipërisë. Sigurisht në fillim nuk kishim këto pritshmëri, sepse ishim mësuar të paktën në protestat e këtyre 15 viteve sa unë kam marrë pjesë, e kishim parë si diçka që rritet, ka një kulm dhe pastaj bie dhe qytetarët shpërndahen. Por kjo protestë ndryshe nga të tjerat ka një qëllim politik, pra kishte një objektiv politik, dorëheqjen e kryeministrit Rama. Dhe duke pasur këtë si objektiv, qeveria e kishte të pamundur që t'i plotësonte kërkesat e saj. Po e krahasoj me protestën e çmimeve që kemi pasur 4-5 vite më parë, ku qeveria kryoi bordin e transparencës, reduktoi disa nga çmimet, bëri disa mekanizma dhe protesta ra sepse grupe të ndryshme të protestës, siç ishin ata të transportit publik u ribursuan, u tërhoqën sepse morën mbrapsht atë që kërkonin. Në këtë rast qytetarët se kanë marrë mbrapsht akoma atë që kërkojnë dhe mendoj që kjo është ajo që e bën unike këtë protestë, pra protestë qytetare, po me një mesazh dhe me një marsh politik. Unë kam parë aty grupime të ndryshme dhe pankarta për mua që simbolizon këtë protestë është jemi bashk derisa dorëheqja të na ndaj. Që thot aty ka shumë grupe të ndryshme, por që janë bërë bashk në një mesazh të vetë. Bjorn, ti si e ke parë dhe si e shikon? Ende, do flasim dhe për të ardhmen. Më është dukur shumë frymëzuese, në fakt ditët e para kur ndodhi protesta nuk kam qenë në Tiranë, kam qenë jashtë Tiranës dhe e kam parë nga ekrani, nga televizioni dhe më është dukur e gjitha shumë frymëzuese, sidomos në momentet e para kur ishte akoma ajo fryma e ambientalizmit, e anti-establishmentit. Ka disa gjëra që mund të them që më shqetësojnë në ditët më pas ose në javët e fundit. Më duket sikur të paktën vizualisht, më thënë, e parë nga ana estetike, nga ana vizuale, po dhe nga një pjesë e parullave dhe fjalimeve, më duket sikur ka një tendencë drejt nacionalizmit dhe kjo më shqetëson dhe më frikson pak sepse mendoj që edhe mund të shfrytëzohet nga politikan me prirje populiste të djathta. Por deri tani mendoj që thelbi i saj është shumë i sinqertë, është shumë i drejtë, është një lloj pakënaqësie e madhe me qeverinë padyshim aktuale, po edhe me mënyrën si është bërë politika, siç është thënë në këto 3 dekada. Domethënë është një lloj reagimi ku qytetarët po kërkojnë më në fund që të pyeten seriozisht nga pushteti dhe nga qeveria dhe nga politika dhe të jenë pjesë e vendimarrjes, pasi deri tani kanë qenë pasiv, domethënë janë lënë jashtë çdo vendimarrje. Futemi tek pjesa që është një nga pyetjet që bëjnë të gjithë, madje isha sot në një kafene në mëngjes dhe thoshin njerëzit, po iku Rama, iku Berisha, po kush do vi, po dhe as ka një kokë, duhet ketë një kokë, po jo. Pra njerëzit çdo tavolinë janë duke folë për protestën, madje e kanë zbërur dhe botrorin. Edhe në një klub dje ishte kori protestës, Rama jep dorëheq. Imagjino janë bërë edhe këngë në beach bar. Janë bërë edhe këngë me sa kanë parë të gjitha. Rigert, çfarë do ndodhi? Cilit janë skenarët? Cili është hapi i radhës? Përveç se do vinë edhe njerëz nga diaspora. Kam parë ose flitet që do jetë një numër i lartë. Ditën e nesërme do të jenë shumë njerëz që do të vinë nga kryeqytetet të ndryshme dhe qytetet të Europës dhe mëngjer, të cilët do të bëhen pjesë e marshimit dhe protestës. Shiko, kur ti kërkon kafe, nuk mund të sjellësh, kamariri nuk mund të sjell pilaf. Që do të thotë, ata njerëzit aty nuk po kërkojnë një parti të re politike. Ata njerëzit aty nuk po kërkojnë një kokë ose nuk po kërkojnë një leadership. Ata njerëzit aty janë shumë të qartë në atë që kërkojnë. Pra kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit dhe shfuqizimin e bazës ligjore e cila e ka kthyer Shqipërinë në një mall tregtie ose pronat e shqiptarëve në një mall tregtie politik ekonomi. Pra të një sistemi të cilin qytetarët, me sa kam kuptuar në këto 19 ditë, nuk janë dakord me këtë sistem ekonomiko-politik. Që do të thotë, qytetarët në kafe apo kudo mund të diskutojnë se çfarë mund të bëjë kjo protestë, por unë mendoj që është te mundësive të protestës që të prodhojë një parti, jo vetëm për kapacitetin intelektual që ka, por edhe për atë diversitetin që përfaqëson kjo protestë. Sa e ndryshme është protesta dhe grupet që përbëjnë atë, që do të thotë ka të majt, ka të djath, ka ambientalist, ka feminist, pra nuk e kanë të pamundur këta që është pamundur krijimi i një koalicion. Është e pamundur.